Dhe Dafina Qela, e cila është diplomuar në marrëdhënie ndërkombëtare dhe është aktive edhe në media. Përshëndetje Dafina, faleminderit që keni gjetur ku me ardh. Unë mendoj se sikur fshatra, sikur qytetet e kanë avantazhen dhe disavantazhen. Nëpër fshatra është dihet më që sanet janë më të kufizuar, flasim për arsimimin, për shëndetin publik, për gjitha. Tashti po flasim edhe ka ana e mirë e fshatit, sepse në fshat njihet fshati për sanet që janë bio, produktive, nështë kisha mujtë me thonë. Për jetesë të shëndetshme e ke fjallën. Po, ndërsa qyteti për një mundësi si shkollimi, si kur sanet arsimimi, transporti publik, gjithë gjanat, varet po. Shumë alet dhe përdo në qytet se sa në fshat, për shkak mundësive. Okej. Jo jene që i seleksiononi njerëzit, e kom vrejt. Nështë e keni atë vetë besimin të mash. Kjo është si katon, kjo është kundër Gjakovës, po dhe? Kundër pinjollave. Mendoj, këto ka të bëjë edhe me emancipimin edhe mentalitetin, sepse shumë pak rëndësi ka pamja ose fizikur, kur ti je pedant, s'ka rëndësi aje në katon apo në qytet. Edhe kjo, me ma mërmanjat që veç. Veç kisha pas qef shumë me konë sinqert, lutem. Për krejt, jo për ty Dafina nuk po them, po për... Unë po nisna prej vetës, jo më vajzë beqare, kur është më pyetje një ofertë që ma bojmë për shkak djali është i mirë, jeton fshatën veç të rekna, shumë sinqerisht po thëmë, nështë asë është mirë, po unë e lindur në rritën një më qytet, edhe nështë ndryshe jam rritë në familje një frymë ndryshe. Se, Dafina? Nuk e di friksona shumë, nështë shkoku vetëm i mentalitetit, shumë e sinqert po bona, të ndryshe janë ata që jeton në Frikso është ka jeta e katonit? Friksona edhe ka njerës edhe ka jeta. Valojnë tashti, unë e shpi kam me një fshat të Kosovës, është shtëpia e babit, realisht na jenë ato e bo si formë vile, vetëm për me shku një shtu në një dile, për shkak që ati ajrit pastërt, edhe me bo një farë vikendi familjar. Po për me jetu, për me kriju familje, në fshat nuk ma kish marrë mendja, kur edhe nështë që kjo fërë të më penalizon, se s'ju mësone me jeti së në katon, unë du me shku një shtu në një dile, ama unë e logare civil me pushu, me jetu, me punu s'ma kish marrë mendja. Nështë ta cash, po... Jo, ti e ka full mirë, po ta shkajt në vartë për fshatit. Jo, e rëndësishme është me thonë të vëjtera. Ta shkë në fshatit, na ti kina bo së kërë më konë Zvicer. Më orë të une, deku të shmrema, nuk e kia si pikë lëq asoj. Asë nuk me E po pëtar, ta shkajt në vartë. Mentalitetit i friksona, shumë se din me të para gjyku, din, janë dëtëran, edhe shumë mirë, po më vjetë që për pranan, adel që janë ka gjatë dëtëran. Do dush me pranu që Ama ka gjithë shka edhe në qytet. Nuk përjashtohet mundësia që edhe në qytet mënët me pas katunar. Nuk janë krejtë. Unë mendoj çdo njeri që jeton në fshat është, do më thonë varet sa e shë jetën me ambicie. Nëse je ambicioz, do me arrit, i ki me arrit. Ka raste për shembull që kanë tregu printan, që kanë thonë kena jetë shumë kilometra për me shku me autobus, për mu shkollu, ish ma largë babi jam, ka sakrifiku shëndetin e vetë tu u shkollu, ka bile studimet i ka kry në Shkop, edhe u zhvillu në karjerën e ti, u bon pozitat në alta, e ka gjithë partnerën e vetë edhe ka kryu jetën në qytet. Do më thonë varet prej ambicjes sa të ki dëshirë me ndru jetën. Ta shti, nështë babi jam s'pedi për historinë e stërgjyshave ose gjyshave, së shë e kom pyt, nështë edhe ata jonë konë me bujtësi e sane, po kjo ka dashtë e ka po jetën me një dimenzion tjetër, ka luftu për me ndru jetën e vetë. E mentalitetit të... Jo, babi shumë mire ka që të sistem se nuk kom përzijet edhe kur më shë mirë, kur më shë kesh, më përmisan. Do më thonë, ajo, as babi jam s'kish pas shafone me shku me një fshatë të thellë. Dikush është t'i është problem se unë e lindu në rritë, unë pak e shkuptime se nuk du me gjyku as kënd, unë e lakë më jetën fshatë, shfarojri ka i fshatë, ku do që shkën Kosovë, Kosova është shumë vendi bukur, si të fshatrat, si edhe ato fshatrat që në shumë thellë, që ka 2-3 shtëpia veç i shë. Po mbi gjitha si jam për me gjyku asken, po unë jumë lindu, jumë rritë, unë qëto e kom jetën, e kom familjen, o gjëllarti kom, anë i ka fshati, po gjithse se nuk e shë vetën. Fshat. Në një jetes të përhershme. Jo, kjo është çështje personale, nuk e shë. Shalajnë po më vjen keq, po unë kom barru edhe studimet master, unë nëse isha kom fshat,
apo me ndonë mu ma këshin imponu marto, s'kisha arrit kur gjën jetë. Veç një burre kisha pera me ndu. Se për një A, ty mos dil ka burre, jo se nëse ke burrin e du, një krynë edhe masterin dhe doktoraturën bashkë me to. Jo, se du shatë Ti nuk e di shëpote e një. Dafina. Kjo shë dolin Që shinkon që ata nga shati. fshatar të gjysa që shë me ndonë të këtë mentalitetin tënë, besoj që edhe unë e kisha pas ndru ma Ishko ka i martum se me pas një shok si kjo. Ka na i shok në ashta, Zymeri. Pa martë po. Fali, jo jeni dy motra, po jeni shambull shumë i mirë, mu po më vjen mirë, po jo jeni që, keni mësu, jeni shkollu, jeni mri këtu, ku jeni vërtet. ambicioze keni qenë këtë ras, ju lumt, bravo ju ko. Dërsa unë e mendoj që në përfshatra jo lidhje të fare fisnore janë matë ngushta, sepse ti si del prej shtëpi se ki ogjëllaren, pi ogjë se ki kojshin, që ju lidh gjaku, ju lidh ajo mbjemne. Ndërsa në Prishtinë mire ki, kojshi përbale kam herën fol, herë së më fol që shtiteket, adem, po kur gjithë s'kom lidhje fare fisnore, se janë zo për ma dhe s'manë zem për ma, qikaq, po gjithë se prapë qyteti. Shenë këtë rast Jo, vetëm për shikam shatit, vetëm për një kënd vështrimit të gjinis mashkullore. Unë që shkum dhe gjullë, ka edhe ditësodit që femra vetëm në shatje tënë, e ka kry vetëm shkollën e mesme edhe s'ka nevoj me vazhdu shkollën fillore, nuk ka nevoj me vazhdu të mesmen. Dhe më thonë, familja ja imponon që s'ki nevoj të mesmen me vazhdu vetëm Ti që vetë fillore. mesme shumë, ka të nëntën e përfundon. Jo, kështë të thonë fillore, të mesmen jo. Jo, kom dhe është gjitha nga s'pu Zymeri edhe ma shumë më Që mbrokët ashtu mosh realitetit, me punë Se kështë të realitetit. thonë vetëm shkollën fillore, të mesme jo se i thotë baba s'ki nevoj e gjeni ideal, të mirë Po, edhe dhe ma që ta. tosht. Na po flasëm edhe ka ona profesionale për një femër. Personalisht. Seriozisht, unë e kom qitë mendem, s'është pa tjetër më konkrecion, tjetër, ose po. unë me andru mendimin tjerve. Dikujt po, e vërtet. 7 dit në Prishtinë. 7. Shumë mirë.